Sa po kemi hapur në dyqan karrocën Harmoni në ngjyrë mint, është perlë, është shumë e bukur, siç ka qenë edhe në furnizimin e mëparshëm. Ky model na mungoi për një periudhë goxha të gjatë kohe. Është një nga modelet që unë preferoj më shumë, është set me 3 kosha. Këtu po ju tregoj pjesën e suspensionit të karrocës. Niveli i dorezës është me 3-4 pozicione. Çanta është me rip apërshtatës, rip të gjatë, dorezë dhe xhepa ansor, super praktike. Pjesa e secili nga koshat përmban mbulesën e këmbëve. Tani do ju tregoj pjesën e brendshme që është me zinxhir, është pambuk, mund të lahet dhe gjithashtu këtu poshtë koshit ka edhe ajrimin në mënyrë që mos të krijojë lagështi brenda. Nivelet e kokës janë disa, ka një dorezë, ka një hapje ansore me rrjet që të jep mundësinë ajrimit të koshit. Heqja dhe vendosja e secilit kosh është shumë e lehtë vetëm me butona. Kjo është Soggiolino e bebit, 0 deri në 13 kg, shumë praktike, e pajisur dhe kjo me mbulesë. Dhe pjesa e kokës që ulet me disa nivele. Ky është koshi i tretë, më i rëndësishmi, që përdoret deri në 3 vjeç, është me shtrirje, është me mbulesën e këmbëve, tepër praktike dhe kjo. Ka një kosh këtu poshtë që mban sendet e bebit dhe gjithashtu një palosje tepër të lehtë dhe praktike. Një super model për mos të humbur. Është 750.000 lekë, do jetë me 10% skonto deri në datë 5. Faleminderit dhe